Ua, sa shumë ulli që porosit o nina, sa shumë gjizë, sa shumë djathë, qysh do t'i ruash gjithë këto gjëra, këto ishin pyetjet që më bët kur patë gjitha produktet që porosita nga produkte fshati, edhe e janë të tregoj tani se si përgatit unë, edhe si kujdes, që t'i kem sa më shumë kohë edhe të më prishen. Në fillim duhet të përgatit ujë me kripë, për ullit, për djathin, gjiza nuk do ujë me kripë, do vetëm kripë. Edhe si që mund të shikoni, të gjithë ullitë në fillim i hethë në vazo, ose xhami, ose plastike, se nuk isha të gjitha xhami, por okej, do përdor një herë ato të plastikes, që të ikin, të mos i mbaj shumë kohë në ato, edhe pastaj do përdor këto të xhamit. Përgatita ujin e nxehtë, e lash të vloj një herë dhe pastaj ja i hodha kripën, derisa të ftohet e gjitha, ua hethën në fund, ua hethë ullive brënda. Zjeva gjitha to herë, ujë me kripë, se nuk më mjaftonte një herë, edhe e brante nxjerrë të vogël, po ta kisha bërë të madhe, do kisha zier një herë mirë, po nejse tani. Gjizën e ndrova një herë, e hodha tek ky tasi i madh që të mundem ta trazoj mirë, të vej kripa kudo, se në qoftë se ka krip brenda giza nuk pushton as edhe një gjë. Edhe unë kujdes në frigorifer, në qoftë se dua ta mbaj për kohë akoma më të gjatë, do ta vendos në ngrirje ca, për tani e kam në frigorifer, të shikoj se si do vejë. Do me thënë në qoftë se do ham shumë ose pak, në qoftë se pastaj jam mbetet ca, do ta vë në ngrirje. Të njëjtën gjë bëra edhe për djathin, i përgatita ujë me krip.